Izraeli e pranon, në Gaza mbështesim një grup të armatosur kundër Hamasit. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka pranuar se Izraeli është duke mbështetur një grup të armatosur në Gaza, që kundërshton grupin militant Hamas të shpallur terrorist në Shtetet e Bashkuara të Bashkimit Evropian. Mediat izraelite dhe palestinese kanë raportuar se grupi me të cilin është duke punuar Izraeli është pjesë e një fisi beduin vendas të udhëhequr nga Yasser Abu Shababi. Instituti i quajtur Këshilli Evropian për Marrëdhënie me Jashtë e përshkruan Abu Shababin si një lider të një bande kriminale që operon në zonën Rafah dhe cila akuzohet gjërësisht për plaçkitje të kamioneve me ndihmë. Kryetari i Parlamentit të Izraelit, njëherësh ish ministri i Mbrojtjes Avigdor Lieberman, ka thënë për transmetuesin publik kanë se qeveria me urdhët Netanyahut është duke i dhënë armë një grupi kriminalëve e të dënuarve. Çfarë ka bërë publike Lieberman? Në këshillet e zyrtarëve të sigurisë ne kemi aktivizuar klane në Gazë që kundërshtojnë Hamasin. Çfarë të keqe ka këtu, ka pyetur Netanyahu në një video të publikuar me rrjetet sociale. Ka vetëm të mira, janë duke ruajtur jetët e ushtarëve izraelit. Michael Milstein, ekspert për çështje palestineze në qendrën Moshe Dayan në Tel Aviv, ka thënë për agjencinë lajmeve AFP se klani Abu Shababit është zgjeruar për te kufive mes Gazës dhe Gadishut Sinai të Egjiptit. Zëdhënësi i ushtrisë izraelite, generali Efi Defrin, ka thënë se ushtria mbështet milicit lokale të armatosur në Gazë, mirë por nuk ka dhënë më shumë pollësi.